unë tash po e pres mësafirën tam, Nailen, për me diskutu shumë qka, po besoj që kemi me u kënaqur të bisedu edhe me marrë informacione që na duhen krejve. Përshëndetje. Përshëndetje, mirë se vjen. Mirë se gjeta, faleminderit. Po besoj që jemi në këtë ditë të nxehta, të verës, të përballueshme. Varësisht për shkak të punëve mbi ngarkesave, po jemi më shumë mbyllur, kështu që jemi okay. Me qenë psikolog thonë që është një punë kogja e rëndë, po mësohesh mandej, të bëhet unë mendoj që është një mision i jetës, edhe është një përmbushje emocionale që e merr çdo ditë nga puna që e bën. Edhe për shkak që e don shumë, duhesh me dash shumë si profesion, nuk të lodh, nuk të mbi ngarkon. E për atë, unë për vete e them që është një mision i jetës për mua dhe më përmbush çdo ditë më shumë. Kur ke vendosur me shku me studiu për psikologji, a e ke ditë që çka po don, a gjatë rrugës e ke vendos me marrë drejtimin dhe më bo pikërisht psikologe e fëmijëve? Fillim, qëllimi ka qenë veç më ndihmu të tjerëve, më ka bu mirë fakti që më ndihmu dikoj në aspektin kur ka qenë vështirë, në një moment vështirë, apo emocionale, apo çka do qoftë. E në gjatë rrugtimit mandej e kum pa që puna me fëmijë, do më thonë, më ka plotësu shumë. Edhe kum zgjedh që ato, edhe sot, do më thonë, tash 10 vite punoj me fëmijë, edhe do të thotë nuk një farforme është një mision që po vazhdon edhe ka me përcjell. Një psikolog për fëmijë është psikolog për fëmijë, po fëmijët i sjellin prindrit, kështu që automatikisht ti mundesh me pa që shumë prind ka nevojë që pikërisht me fillu me u marr me ta fillimisht që me pasu edhe te fëmia dhe me pas ndoshta rezultate më të mira te fëmia. Shumë e vërtet. Ka shumë raste kur prindi është aq i mbi ngarkuar emocionalisht, nuk arrin me menaxhu gjendjen e tij emocionale, do thotë si rezultati sfida mbi ngarkesave, e që kjo krejt transmetohet te fëmia, do thotë gjendjen emocionale, sjelljet e fëmijës. E shumë shpesh ka raste kur fillimisht mirëna me prindin, do të mbaj seanca konsultive me prindin, në mënyrë që me u qetësu ai edhe me pa që nëse ka nevojë është krejt në rregull me marrë mbështetje, do të thotë emocionale, e mandej të drejtohemi te problemi i fëmijës. Për shkak se siç e theksut, shumë shpesh din me qenë të thotë ai telashja ose problemi ku prindi ndoshta edhe prej mbi ngarkesa nuk e vrin, po kur ja bën pyetjen se çush je, çush po ndihesh, ka raste që fillon me çojt se nuk ja ka buat pyetjet, ndoshta me kod gjatë askush edhe aty e vrin që me të vërtet problemi është apo vështirësia është mas pari tek prindi. Nëse ta vojmë pyetjen se kur duhet me pru fëmijën tek psikologu, duhet domosdoshmërisht me pas probleme, çrregullime apo që i ka thonë dikush çote psikologu, po cila është ajo piknisja, fillimi që secili prind është mirë me u konsultu me një psikolog, edhe me marrë një mendim. Për çfarë lloj stili që ka fëmia i vet? Mos me i marrë pak si normale, është gjithçka. Atëherë, fatmirësisht kemi një rritje, ndoshta do thoja të vetëdijsimit të prindve, ku ka prind thjesht në momentin që fëmia bën moshën 2 vjet e gjysmë, ku është periudha ku shpërtimet emocionale janë më të mëdha, edhe prindi, ndoshta fëmia në aspektin zhvillimor nuk ka asnjë vështirësi, po thjesht nuk din çush me menaxhu ose çush me reagu në raport me sjelljet e fëmijës. Edhe vinë edhe shpesh konsultohen, marrën një observim të përgjithshëm se çush po shkon zhvillimi i fëmijës edhe çush me reagu ata në raport me fëmijën e tyre. Unë shpesh edhe realizoj edhe trajnime veç për prindërit, nëse do të thotë se çush më quajs fëmijës përmes prindërimit pozitiv, çush me reagu në situata të caktuara kur fëmia bën një sjellje, për shkak se mos intervenimi në kohën e duhur, apo reagimi jo i duhur, din me që do të thotë disa sjellje negative me u përforcu, e si rezultat me rritjen e moshës mandej prindi ka shumë të vështirë mi menaxhu. Kur është fëmia më i vogël, në momentin që e shoh që nuk është tu di çush me vepru, e merr ndihmën profesionale apo do të konsultohet, atëherë ka më të lehtë. Unë kisha theksu që nuk ekziston ndonjë manual me thonë që
që duhet mu sill me një fëmijë. Janë disa rregulla bazike ose strikte që një farforme shumë prind në rritjen e fëmijës po kanë sfida e që së rezultat mandej po kanë të lashe dhe ma të mëdhaja. Një ndër të parat është edhe vendosja e rregulla apo kufive. Për shkak se me raste po ngatrohet dashuria është një farforme gjoja e parë që fëmija ka nevojë dhe pa kusht. Mirë po, me rritjen e moshës, sidomos prej moshës 2 vjeç dhe tutje, fëmija fillon me kuptu vetën si një person do të autonominë e vetë dhe tenton mi përcaktu rregullat e veta. Mirë po, fëmijët vinë duke mos e ditë se çfarë i pret, duke mos e ditë se si të veprojnë. E prindërit duhet me qenë udhërfyes të tyre në këtë drejtim, në këtë rrugtim. Do thotë mi përcaktu rregulla të shëndetshme. E një ndër ndoshta vështirësitë po është ose nuk po përcaktohen rregulla, ose po ka rregulla shumë strikte në atë aspektin me ndëshkime, dënime, e që si rezultat këtu ndikojnë gjendjen emocionale të fëmijës. E para ku fëmija nuk njeh limite, mandej pasojnë sjelljet problematike më vonë, e dyta ku fëmija do thotë nuk ka vetbesim, mbyllet emocionalisht, do të ndikon në krejt zhvillimin socio-emocional të tij. E përmes do të trajnimeve, konsultimeve, po tentojmë që me gjetë një mes, do të me përcaktu rregulla, mirë po me një qasje të butë të vendosur me kufi të qartë, pa dënime, pa ndëshkime për fëmijët. Një problem tjetër që muj me thonë është kogja prezent tek prindëri është ndikimi i madh i teknologjisë, zhvillimi, prezenca teknologjisë në jetën e secilit prej neve që po bëhet shumë më e vështirë me u evitu në për gjithçka në fakt, çka me veprune si çdo prind tjetër që e dim prej 1 deri në 3 vjet truri i fëmijës është u zhvillu. Sa është problematike kjo pjesa e përdorimit të teknologjisë në pikërisht në këtë moshë, kur truri i fëmijës është hala në zhvillim e sipër. Pikërisht, mu po më habit fakti kur media është të informu atë shumë për ndikimet negative, edhe prap kemi do të thotë një ekspozim, duke fillu prej moshës 5-6 muajsh, ndoshta me raste edhe më herët, fëmijët ekspozohen shumë para televizorit, telefonit, do të tabletit apo çfarë do mjeti të teknologjisë. Fëmija ka të nevojshme do të për me atë kompletu çdo fushë të zhvillimit ndërveprimin me të tjerët, me personat për rreth. Për atë edhe rekomandohet që fëmijës qysh në moshë të hershme me i komuniku sa ma shumë. Për shkak se zhvillimi i trunit është do të të aq i hapshëm periudha 0-3 vjeç, fëmija çdo tingull, çdo gjë që dëgjon dhe sa ma shumë që përsëritet ajo kalon në kujtesën afatgjatë. Si rezultat, kjo ndikon që mu zhvillu fushja e komunikimit në të kuptuar dhe pastaj me kalu në të shprehun. Kur fëmija nuk ndërvepron me personat për rreth që rrethojnë, ai do të thotë ka ndërveprimin thjesht me lëvizje të shumta drita, të cilat janë që si rezultat fatkeqësisht kemi një numër shumë të madh të fëmijëve që mosha 2 vjet e gjysmë 3 vinë edhe nuk komunikojnë ende me fjalë, ose për shembull fëmijë të cilët diagnostifikohen me çrregullimin e vëmendjes dhe të hiperaktivitetit, që si rezultat nuk po e them që teknologjia shkakton mirë, po e vështirëson dukshëm të thotë gjendjen, situatën e fëmijës nëse ka një vështirësi, apo për shembull nëse fëmija nuk ndërvepron me të tjerët, din me pas si rezultati ekspozimit të tepërt vështirësi në fushën e komunikimit, apo të socializimit. Fëmija vjen në moshë 3 vjeç edhe nuk din çush me ndërvepru, me realizu ndonjë lojë funksionale me tjetrin, është më izolum, më i mbyllur. Do të thotë ka shumë aspekte negative të cilat çojnë do të thotë si rezultat i ekspozimit do të thotë para teknologjisë. Studimet e thonë që mosha 0-3 vjeç nuk duhet asesi mu ekspozu. Pas moshës 3 vjeç duhet një kohë shumë i limituar, në mënyrë që do të thotë me qenë e kontrollueshme edhe fëmia me kalu sa më shumë kohë kualitative me prindin përmes do të thotë lojës ndërvepruese, për shkak se nuk e ka të nevojshme diçka do të thotë shumë të madhe, thjesht një lojë që do të thotë e ndërvepron fëmia me prindin, ndikon shumë pozitivisht do të thotë në zhvillimin e tij kognitiv, socio-emocionale, çdo fushë. Vetbesimi. Po besoj që gjenerata ndër gjenerata dallon shumë mënyra se çysh na kanë rrit prindrit, si kanë rrit prindrit e prindërve tonë, neve prind tonë, ne prind tonë.
Po, ne fëmijët tonë. Po, vetbesimin, ndërtimin e vetbesimit, sa është që ajo fija e hollë me vetbesimin e pavarësinë e tepërt, krijimin e vetbesimit edhe që atë pavarësinë e tepërt që mund një fëmijë me e fitu, ose mundet me mendu që është i kontrollu prindët e vet. Pikrisht, ky zinxhiri që edhe kësut prindrit tashmë janë duke u mundu me thy këtë do të thotë brezat para prakse që kam prindëru. Mirë po, me raste, nuk po them gjithmonë me një liberalizim të teprum, e që mandej po ndikon negativisht të fëmija në aspektin që kur nuk përcaktohen këto rregullat të cilat i theksova në fillim, vendosja e rregullave kufive të qartë, mandej fëmia po mendon që çdo dëshirë i plotësohet. Do thotë çdo gjë bëhet siç ka dëshirë. Fëmia nganjëherë ka të nevojshme që më thonë ju me qëndru mbrapa ju së ti. Mirë po, te aspekti vetbesimit, një fëmijë i cili inkurajohet me realizu sa më shumë gjëra i pavarur, pa ndihmën e prindit, ai fëmijë do të qysh në moshë të hershme, po e them prej periudhës para se me fillu hapat e parë, ka me një farforme ja bën me dije që ti mundesh vetë. Mirë po, ka nana, ka prind, baballar të cilët ju qëndrojnë shumë mbi kokë fëmijës. Do të vazhdimisht çdo lëvizje te bëj unë, ndihmoj unë. Si rezultat pa qëllim, kjo ndikon në uljen e vetbesimit të fëmijës. I përqohet mesazhi fëmijës që ti nuk din me bu, ti nuk mundesh me bu, gjithmonë është një person i rritun që qëndron afër dhe ndihmon ty me realizu ato. Andaj sa më shumë që inkurajohet fëmia duke fillu prej hapave të parë, gjëra të para, për shembull me aktivizu fëmijën ndihmë në punë të do të thonë kuzhinore, gjëra shumë të thjeshta me e lavdëru për gjanat e vogla të cilat i bën ti e ke bu vet, ti ke mujt vet. Domethënë çdo hap i fëmijës ka me ndihmu shumë, do të në vetbesimin e fëmijës, e kjo ka me përcjell në rritje si një individ i pavarur. Fëmijët të cilët ju shtypet vetbesimi, ju thuhet që ti nuk den, ti mos e bë, ti mos vepro kështu, do të gjykohen vazhdimisht me rritjen e moshës, do të kanë me pas një personalitet të cilët gjithmonë kanë me pas të nevojshme me u aprovu nga të tjerët, për shkak se nuk kanë mundi të vetë mjaftueshëm, e si rezultat ky personalitet i fillon të formu prej vitet para jetës. Duke fillu prej atashimit të sigurt, lidhjes emocionale që duhet me kriju fëmia me nanën, e duke vazhdu do të thotë edhe në këtë aspektin e vetbesimit e inkurajimit të pavarësimit të fëmijës. Kështu që do të prej fëmijës së hershme këtu janë hap pas hapi të ndëlidhuna me njëna tjetrën, që do të përcjellin fëmijën deri në rritje si individ i pavarur. Rutina, sa është rëndësishme rutina e jetës te jeta e një fëmije, me pas rutinë, me ditë që çdo ditë i ka disa gjëra të caktuara që duhet me i ndjek. Rutinat krijojnë siguritë e fëmijët. Do të thotë kur fëmia ndihet i sigurt, e din se çka po e pret, do të thotë ai niveli i stresit apo i ankthit mundet me u zbe. Te disa fëmijë do të thotë më të vegjël është më e vështirë krijimi rutinave si rezultat që nuk mundet mu parashikua ajo periudha e gjumit apo periudha do të ushqimit, mirë po duhet me përshtat nevojave të fëmijës. Zakonisht rutinat do të pas moshës 2 vjeç fëmia din me u kriju sakta ajo rutina. Mirë po edhe e gjumit, e ushqimit apo e aktiviteteve. Mirë po edhe paraprakisht për shembull është mirë edhe rekomandohet që për shembull para kohës së gjumit fëmia gjithmonë me ditë që ka mu lexu një libër, ka mu pastru, çka do të qoftë, domethënë me qenë gjithmonë gjanat e njëjta edhe mi realizu. Për shkak se hapat e vegjël që përcaktohen prej herët ndikojnë që do thotë me rritjen e moshës kur vjen ai fëmijë në moshën 2 vjeç që din që kur mami ose babi marrin librin e lexojnë, mandej ka me pas koha e gjumit ose për shembull para përgatitjes për kopsht ka me qenë koha e ushqimit, përgatitja për kopsht, çka do të qoftë, domethënë rutinat të cilat krijohen bashkërisht me prindrit e ndihmojnë edhe fëmia mundi sigurt, po edhe në krijimin e shprehive të mira, ndoshta pozitive, kisha theksu që e përcjellin fëmijën. Konfliktet familjare, s'ka familje që s'ka probleme, veç ka familje që ndoshta janë disa më të mira me i menaxhu ato, me i mshef prej fëmijëve, ose
me ata mendojnë që fëmijët nuk e dinë. Sa dinë fëmijët në fakt, sa kuptojnë fëmijët se çka po ndodh në shtëpi edhe çka po ndodh, sa arrin me lexu emocionin e prindrit. Fëmijët janë modelues shumë të mirë. Një gjë të cilin fëmija e ka pa në shtëpi, ka me dalë me bon këpsht, në rruga po ku të qoftë. Edhe si që të kësut kapërën të cilët din mi menagju emocionet, apo ato konfliktet të cilat i ka në familje, e pikrisht është kjo aspekti modelit që fëmija e ka një model për para se qësh duhet më mësu mi menagju emocionet, me kërku falje, nëse është gabim, do të të shprehit e mira pozitive. Nëse do të prindrit nuk janë grind para fëmis, mirë po thjesht është ajo energjia apo fryma që do të është një energji negative në ambientin e shtëpis, fëmija ka me ndje ato. Edhe ka shumë fëmijë të cilët mbyllën më shumë vete, ose kërkojnë më shumë vëmendje, ose shfaqin sjelljen ndoshta të cilat nuk i kanë shfaq më herët, veç më mirë me ta. Kështu që çdo fëmijë din me manifestu ndryshe, mirë po nuk duhet më nis nga fakti që fëmija nuk din, fëmija nuk kupton. Fëmijët din çdo sen, e përthithin çdo emocion, çdo energji që do të është në ambientin e shtëpisë apo ku do qoftë. E transmetojnë çdo gjë që ndodh brenda ambientit të shtëpisë edhe në ambientet e tjera. Kështu që me fëmijët duhet me pas ndoshta e kisha tekstu shumë kujdes si pju qasemi, si pi menaxhojmë problemet tona apo edhe problemet në raport me ta. Për shkak se i përcjellin çdo hapeve, na jemi ata udhërofyesit të cilët i ndihmojmë qysh mu zhvillu shëndetshëm apo qysh me ndiku ndoshta pa dashje me raste negativisht në të ardhmen e tyre. Po jemi këtë në fund, unë s'mu e pat pytë që sa të mund me qenë disa prej shenjave që një prind mundet me dallu tek një fëmijë edhe ai domosdoshmërisht ka nevojë për mbështetje profesionale. Cilat janë disa shenja që nëse një prind nuk i ka dallu, sot po i dëgjon, edhe me ditë që duhet me e çu fëmijën te psikologu. Atëherë, vështërsitë të fëmijët, përveç këtyre që e theksum që mund me qenë aspekti socio-emocional, që mundet mu ndiku dhe të fëmija, mundën me qenë dhe aspekti zhvillimor, apo të komunikimit. Prindrit, momentin që vrejnë, që në aspektin e sjelljes, nëse fëmija e tyre po ka sjellje problematike jo të menaxhueshme, po ka shpërtime emocionale të cilat po zgjasin më gjatë, nuk po din se qysh me vepru, qysh me reagu. Do të thotë edhe sjelljet kanë zgjatë më shumë se një periudhë 3 mujore, atë rekomandohet që me mbajt një konsult psikologjike, një vlerësim më realizu. Në anën tjetër, nëse fëmija ka arritur moshën 2 vjeç, edhe nuk po kupton udhëzimet nga ana e të tjerëve, nuk po reagon do të thotë nga ndërveprimi, nuk po ndërvepron me të tjerët, nuk ka ende fjalë. Ka disa fëmijë të cilët e zhvillojnë komunikimin më vonë, mirë po nuk ka filluar ende fjalët e para, nuk ka do të socializim, do shta me thonë me të tjerët, atëherë prap për aspektin e komunikimit rekomandohet që me u konsultu me profesionist të fushës. Unë prindve ju them që jo çdo vështirësi në komunikim ndërlidhet me ndonjë çrregullim patjetër. Mirë po, në momentin që realizohet ai identifikimi, intervenimi i hershëm, din me pas një sukses të jashtëzakonshëm në zhvillimin e fëmijës. Kështu që çka do që realizohet, intervenohet sa më herët, aq më pozitivisht ka me ndiku në zhvillimin e fëmijës. Faleminderit shumë që ke gjetë kohë më anë reload sot. Ishte kënaqësi edhe po besoj që kam me na hyrë në punë. Kënaqësia ime gjithmonë. Prindërve të rinj, e prindërve që kemi me u bo prind. Këto informacione, faleminderit shumë. Shumë faleminderit.